Fillojmë tani bisedat tona të përditshme, telefonata e parë ka mbritur. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, po drejtim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Një ditë e bukur sot ka lindur. Duket bukur edhe këtu nga dritarja e studios tonë. Sinqerisht, pak sa me vonesë, por të urojë të dilin tuaj. Bezuar, jetë të gjatë, shëndet të ploti nderuar. Ju që na dëgjoni mëngjes me lajmin dhe me zërin tuaj të pjedestalin e gazetarisë shqiptare. Faleminderit. Çfarë do themi tjetër? Po. Në e trisht që të gjurën djetë në vdekjen e ndarje nga i jetët të asaj vajze cila dha shëmbullin më të mirë të jetës, që ta jetojmë jetën, ta gëzojmë jetën. E keni fjalën për ndarje nga jeta të gazetares Rezar Dareqi? Një grua del në gazetari, në njerëzimit, pra duhet jetuar jetën. Është modeli më i mirë për ta kuptuar jetën e jetës. Duhet. Është vërtet një humbje e madhe, po jo vetëm për gazetarin, po për njerëzillikun ton, sepse ishte të paktën njerëz rezatonte energji pozitive në komunitetin ton të gazetarëve, po? Mbëshllim e familjes, të komunitetit të tjerë, të njerëzillikut të cilët i ka humbur verën sot në këtë demokraci, të tashtë të demokraci. Unë ju falenderoj që sillni këtu në nënvizimet tuaja të rëndësishme, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të qytetarëve. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Këllë në gazetat. Po? Çfarë ju bëri përshtypje? Në të gazeta më duket kishin që qytetarët kërkojnë Sali Berishën. Ore qytetarët kërkojnë hikjen e Ramës urgjentisht, po vallai ardhjen e Sali Berishës. Nuk e do njëri më. Shumë mendoj unë. Jo, po gazetat thoshin të kundërtën e kësaj që thotë ju. Gazetat thoshin që ajo ishte krejt. Ajo ishte krejt. Po. Më dëgjoj. Jo dëgjoj. Kjo qeveri që të shti. Po? Do të pak, se të kërkojnë njerëzit më haqë, se ka vëtër s'djel njëri, po të pakën, ato që hamë, edhe leksia më burë, janë, po thuj që në ambulanca janë, ato mjekët që janë të apë, janë njëri ashtetit. Kanë njëri, edhe që janë pa apë, po prapë, bëjnë më të pa apë, sepse nuk mojnë asë i gjo seriosisht, në qofë që kene i problem të vogër, po kene problem të modë. Dhe të shesë shpinë, po problem të vogër, nuk të zgjeri në njësia o për to. Kaq të dy gjonat zgjeri. Po dhe unë ju falenderoj që sillni dhe ju në nënvizimet tuaja në këtë vështrimin qytetar, mbi realitetet tona të përbashkëta. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Bashkimin do... Po bashkë po flasim dhe publiku na dëgjon, urdhroni. Flisni ju lutem. Alo, përshëndetje bashkim. Përshëndetje. Mirë. Po sigurisht po flasim bashkë, apo bashkim. Bashkë dhe mos u ngatroni duke dëgjuar veten në televizor, po. Unë jam një pensionist i vjetër, po Tirana në kohën para 90-s ka pas 30 banjë publike, po tani s'kemi ku të urinojmë në bashkim. Si bëhet kësaj pune? Ky problem për qytetet tona kryesore është ngritur her pas here nga qytetarët. Dhe vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Në numrin tonë të telefonit 045-620-601 jeni vetë ju që përzgjidhni se çfarë problemesh të rëndësishme doni të ndani me publikun e këtij mëngjesi. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Dua të ngrej dy probleme, po patë mundësi mos ta ndryshoj. Problemi i parë. E para është një herë që si s'kan të tre këta, Edi Rama, Sali Berisha, edhe këta të Ilir Metës. 35 vjetë këta e kanë bajtur dhe e shkatuan këtë kombë. E shkatuan këtë popull, shkatuan fëmijë rinj, të hirtu për ditë, të kojmë të shkolla për ditë. Edhe duan prapë të marrin karigën e kryeministrit. Kjo është një tur për që të tre këta. Prandaja, është e mira i Beciri që të hiki se na shkatruan, pronat i morën, fëmijët na i larguan, pensionet nuk u rritën, ushqimit janë gjithë gjëra. Çfarë e duan karigën këta për të vjedhur prapë? Pra ashtu të largohen, unë për veten time i një Beciri të treve të largohen ta marrin rinia, ta marrin të rinjt, të shkolluarit, pa
pa dallim feje, pa dallim politike, pa dallim gjëje. Po ndërkohë këta që përmendët ju, këtë klasë politike të këtyre 35 viteve, ata pretendojnë që na kanë çuar shumë përpara. Po na kanë mbytur në ujë, na kanë mbytur me shiun, vjen dielli na digjen malet, e na digjen shtëpit, po si na kanë çuar. Pra duhet të ndjejmë përgjegjësinë për këtë realitet ku ndodhemi dhe jo krenarin, thonë jo. Jo, po qa krenaria kanë këta more zoti bashkim, po këta s'kan faqen e zez more bashkim. Po këta po mbytin fëmijët me helme e drogën, se zesa ta sonja e emrin, me helm po i mbyti rinit, po këta po hikin në gjithë, po pronat i mori. Në përgjigje janë gjithë populli shqiptar, në përgjigje për prona, edhe nuk po japin zgjidhje. Edhe Edi Rama na poshte neve që do mbini pasaportën evropiane. Ku e kemi pasaportën evropiane, zoti Edi Rama? Që na ke premtuar. Po që jo në Evropë që s'futesh ti, po në Grokë do futesh ti, sepse drejtsinë e ke të korreptuar, drejtësi e korreptuar, e vjedhur, mbrojnë hajdutët drejtësia, që nga spaku e deri tek roja e drejtësisë. Po problemi dytë cili ishte? Apo ishte kjo që thatë, po? Ju bëjnë kam shumë respekt për juve, jashtëzakonisht. Nuk do të bëj kompliment për herë të parë po e bëj, por jeni një zot një burr. Të kanalet e tjerë nuk ta hapin telefonin. Megjithatë, e dyta është kjo. Ka komunistë që flasin dhe na thonë neve merrni për ditë, merrim për ditë. Unë si qytetare shqiptare bëj një thirrje. Të marrin për ditë qytetarët, jo të ngrenë të njëjtën problem për ditë, po të ngrenë problemet kryesore. Dhe komunistët kur ishin në Konvent e bërën ligjin, tash i rrini urtë në shtëpitë tuaja dhe se ku flasim ne, se ku marrim ne, e dim neve vetë. Jo të na bërni presionsisht na keni bërë kohën vetë. Faleminderit shumë që më dëgjuat. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Kemi edhe pak minuta tjera në dispozicion në mëngjesin e ditës sotme. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Basim. Mirëmëngjes. Edhe 100 vite të lumtura, zoti Basim. Faleminderit, urdhroni. Jo, asnjë gjë tjetër, jeni shkëlqyer se dita e mirë, e kaloj të mirë, e duar edhe 100 vite tjera. Faleminderit për urimet që bëni. Vazhdojmë dita fillon e bukur kur fillon me urime. Vazhdojmë dhe shfrytëzojmë dhe këto pak minuta për problematika nga jeta qytetare. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashir. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti. Mirëmëngjes, urdhroni. Përshëndet. Faleminderit. Çfarë do themi sot? Një ditë të mbarë këtu. Për të gjithë shqiptarët një ditë të mbarë, apo jo? Po ju e shqiptarët. Po? Zoti Bashkim. Urdhroni. Kam dëgjuar dje unë aty tek studia juaj për ata qytetarë për rritjen e rrogave. Po? Edhe më ka dhënë përshtypje shumë ato rrogat e këtyre që kërkojnë ta zotrinë. Po njëkohësisht edhe ata çaj që ata prekuror aty tek Sokol Balla në studion e televizorit, që e mbrorin këtë me çdo kusht. Zotrin, çfarë ka bërë ta gjujtar? Kush janë ta gjujtar? Se Shqipëria është djegur e shkatuar është vjedhur, zotrin. Kush janë ta gjujtar që kërkojnë 3 milionë në muaj? 4 milionë plus që vjedhin edhe fukarejnë. I shqiptar po vjedhin për ditë. Çfarë drejtësie po janë ata? Në një befire kryeministri shqiptar, qoftë shqiptar, audiencist, që ka shumicën e parlamentit, 83 deputet e ka votuar ky popull, vetëm e ka votuar për drejtësi për drejtësi. Audiencist të pasuria e këtyre zotrive. Gjyqtar, prokuror, që rrinë të ditën që kanë vila luksoze, që kanë lokale luksoze, plus kërkojnë edhe rrogat, edhe shtesë, në vend që këto para të udhëjnë pensionistët, shtresat e vazhda. Se ta kërkojnë të vjedhin akoma Shqipërinë. 30 sa vjet këta kërkojnë akoma zoti Bashir ta vjedhin. Po sikur këtë sugjerimin tuaj ta fillonim nga pasuritë e parlamentarëve. Zotri, pasuritë e parlamentarëve nuk diskutohet. Po dhe këta do të japin llogari ku i ka gjetur pronat që kanë me çfarë kanë vend, me çfarë ku ka gjetur këta miliarda. Ka një proces vettingu që ja kontrollon pronat. Po a duhet të ketë një vetting për politikanët? Duhet të ketë vetting, o zoti Bashkim. Po? Nga politikani pa dete i fundit. Po vjen shumë keq, këta e kemi thënë gjithmonë për ditë. E qartë. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimin tuaj. Kemi edhe 1 minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër.
Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje o Bashkim Hoxha, Përshëndetje. o gazetari më i miri i Shqipërisë. Ti lëm komplimentet të hymë në problematikë. Urdhroni. Do përshëndet me zemër, me shpirt, kryeministrin e Shqipërisë që nuk do të ngrej rrogat me hajdutëve të Shqipërisë, kry hajdutët. Gjyqtarëve dhe prokurorëve, po. Gjyqtar, prokuror, doktor që nuk të kap me dorë të letën vdesësh. Prandaj o zoti Bashkim, ti je një intelektual, kam thënë shumë herë, edhe po ta përsërisë herë theme. Bëj një përpjekje revolucionare me të drejtë, jo të hakmeresh, po me të drejtë, me drejtësi. Qartë. Unë ju falenderoj edhe juve që sjellni dhe ju mendimin tuaj. Këtu përfundojmë dhe bisedat e ditës sotme për t'i vazhduar në ditët e tjera që kemi në dispozicion, në orët, në minutat që kemi në dispozicion çdo mëngjes. Përfundojmë këtu bisedat, por përfundojmë një herësh edhe emisionin për sot. Të bashkë do të takohemi sërish nesër. Mirupafshim.